Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun Jalla Jalaluhu e falenderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet, selamet mbi të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, i dërgojmë mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata rrugën e të cilit deri në ditën e gjykimit e pasojnë. Allahu Jalla Jalaluhu na bëf prej tyre. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë në jetë përshkrimin e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam rreth historisë e njeriut dhe figurës më të famshme të njerëzimit, rreth jetë përshkrimit të Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Kemi ardhur me një periudhë, me një epokë që llogaritet periudha e betejave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe kemi fol në ligjëratën e kaluar gjërat apo betejat dhe ekspeditat të cilat i kanë parapri betejës së madhe të Bedrit. Dhe sot do të fillojmë inshallah me emrin e Zotit të flasim rreth kësaj beteje të lavdishme, kësaj beteje të madhe, për të cilën Allahu Jalla Jalaluhu ka zbritur edhe ajete kuranore. Beteja e Bedrit apo beteja e madhe e Bedrit ka ndodhur në vitin e 2 të Hijretit, me 17 të muajit të Ramazan, në ditën e Gjuma. E që kjo datë përkon me 23 mars të vitit 624 pas Isës alayhis salam. Ka thonë Ibn Abdul Barri për këtë betejë, thot me të vërtet beteja e Bedrit është një prej betejave më të lavdishme të historisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prej betejave më të mëdha dhe më të shenjta që kanë ndodhur në historinë e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, e që nuk e arrin fadlin e saj, ndoshta thot përveç betejës së Hudejbijës, për shkak besës që ja kanë dhënë sahabët që quhet Bejatur Ridwan. Nëse ndonjë betejë krahasohet me betejën e Bedrit, atë është vetëm beteja e Hudejbijës. Quhet beteja e madhe apo Yawmul Furqan, që ka quajtur Allahu Jalla Jalaluhu në Kur'an, ku thot në suratul Anfal: In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina Yawmul Furqan yawmul taqal jam'an. Thotë nëse besoni Allahun dhe ato që është zbritur robit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam në ditën e Furqanit, në ditën e ndarjes, në ditën kur janë takuar dhe janë përleshur dy grupet më të mëdha. Grupi i hakut, i të drejtës në rrugën e Allahut, dhe grupi i të kotës. Andaj kjo betejë e ka ndarë të vërtetën nga kota. Është beteja e parë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përleshet fizikisht me sahabët dhe tij kundër mushrikëve të Mekkës, të cilët e përgënjeshtuan Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam, të cilët e maltretuan Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam, të cilët e nxjerrën nga vendi më i dashur, Mekkeja, dhe i grabitën pasuritë e tyre. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë betejë, domethënë janë taku dy grupet, grupi i hakut i vërtetës dhe grupi i të kotës. Andaj Allahu Jalla Jalaluhu e ka quajtur Yawmul Furqan, dita e ndarjes. Kjo betejë ka ndodhur në vendin e quajtur Bedr, që është dikon rreth 150 kilometra nga xhamia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E ka marrë emrin Bedr ky vend për shkak se është një fshat, sipas një fshati që atu quhet, thuhet se e ka pas emrin Bedr. Ka përlot fjalë rreth historisë së këtij vendi. Disa prej historianëve thonë për shkak një pusi, një bunari i cili e ka pas emrin Bedr, për shkak thjellësisë së këtij uji që sa herë që ka qenë hana e plot është pa kthjellët në thjellësinë e këtij bunari, edhe ka marrë emrin Bedr. Apo i atribuohet një njeriu i cili e ka pas emër Bedr ibn Nazin, që thuhet se e ka hapur këtë bunar, këtë pus. Dhe aty nuk ka qenë vetëm një pus, por shumë puse, mirë po e ka marrë emrin për shkak këtij personi, sipas fjalës së disa historianëve. Thash se kjo betejë ka ndodhur në natën e 17 të muajit Ramazan, apo në ditën e 17 muajit Ramazan, në ditën e Gjuma, që Allahu Jalla Jalaluhu i triumfoi muslimanët mbi jo muslimanët.
Allahu e ngriti pozitën e muslimanëve në këtë betejë dhe e poshtroi pozitën e mushrikëve dhe kufarëve, të cilët deri në atë kohë e përgënjeshtruan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thot Ebu Hasan an-Nadwi, rreth kësaj beteje, thot në vitin e 2 të hijretit ka ndodhur beteja e madhe e Bedrit, e cila ishte betejë vendimtare ku përcaktua fati i muslimanëve dhe fati i thirrjes së Islamit. Thirrjes islame. Thot dhe çdo gjë që ka ndodhur mas kësaj beteje, prej çlirimeve, prej përhapjes së Islamit, thirrjes, ngritjes së shtetit islam, thot ja kanë borx kësaj beteje. Për shkak se këtu është nda fati i muslimanëve. Me një aspekt, Allahu xhelle xhelaluhu e ka ngrit këtë din me fitoren e kësaj beteje, dhe më thonë betejes së Bedrit. Për ata, dietarët kanë fol rreth fadlit dhe veçorisë së kësaj beteje dhe kanë përmend disa cilësi që këtë betejë e veçon dhe pjesëtarët e kësaj betejes prej sahabëve të cilët kanë marrë pjesë në beteja tjera. Pa ju hub mundin e atyre betejave të cilat kanë kontribuar dhe kanë sakrifikuar muslimanët dhe sahabët kryesisht, mirë po në këtë betejë Allahu i ka cilësuar dhe i ka veçuar pjesëmarrësit e kësaj beteje. Prej cilësimeve dhe prej veçorive që Allahu ja u ka dhënë pjesëmarrësve të kësaj beteje prej muslimanëve, është se kur përmendit emrit e tyre në histori, në fund i atribuohet dhe nofka se ky ka qenë bedri, ka marrë pjesë në betejën e Bedrit. Edhe kësaj beteje, numrin e muslimanëve që kanë marrë në këtë betejë, dietarët i kanë shkruar me emra. I kanë regjistruar me emra të gjithë pjesëmarrësit e kësaj beteje, për shkak vlerës së madhe që ka pas kjo betejë. Andaj asnjë sahabijut nuk i përmendet ndoshta ai fadli që ka marrë pjesën e Uhudit, në luftën e Uhudit, me thonë ka qenë Uhudi, ose në betejën e Hendekut, me thonë ka qenë Khandaqi, përveç betejës së Bedrit. Nëse ka marrë pjesë në luftën e Bedrit, e merr nofkën Bedri. Është quajtur Bedri për shkak vlerës së madhe që ka pas kjo betejë. Prej veçorive tjera është se Allahu xhelle xhelaluhu në këtë betejë i ka ndihmuar muslimanët duke futur Allahu frikë në zemrat e kufarëve, në zemrat e armiqve të Allahut subhanahu wa taala. Andaj Allahu xhelle xhelaluhu e thot: "Idh yuhi rabbuka ila al-malaikati anni ma'akum fathabbitu alladhina amanu." Kur Allahu xhelle xhelaluhu i zbriti melaqeve dhe u zbriti atyre duke i thënë se unë jam me juve dhe forconi, ndihmoni besimtarët të cilat kanë besuar dhe kanë marrë pjesë në këtë betejë. Pastaj Allahu thot se ulqi fi qulubil ladhina kafaru ar-ru'b. Allahu po thot e pastaj do të hedhi në zemrat e atyre të cilët e kanë mohu Allahun frikë. Edhe kjo është njëra prej veçorive që Allahu ja ka dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që e ka ndihmuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij duke futur frikë në zemrat e armiqve sa koha e udhimit një muaj, kanë thënë dietarët. Për ata dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadith: "Nusirtu birru'bi mesirat ash-shahri." Thotë jam ndihmuar duke futur frikë në safat e kufarëve sa është me hec një muaj udhim. Edhe kjo është njëra prej veçorive që Allahu e ka cilësuar këtë betejë dhe e ka cilësuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E që disa prej dietarëve kanë thonë se kjo cilësi ju takon edhe gjithë umetit islam, ata të cilët qëndrojnë në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur ata luftojnë në rrugën e Allahut duke qëndruar në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke u bindur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke mos i thy urdhat e Allahut dhe pejgamberit alaihi salam, Allahu xhelle xhelaluhu fut në zemrat e armikut frikë. Andaj gjithashtu prej veçorive të kësaj beteje është se Allahu xhelle xhelaluhu ka zbrit melaqe, ushtar prej ushtarëve të Allahut, të cilët melaqe i kanë ndihmuar muslimanëve dhe kanë luftuar krahas sahabëve kundër mushrikëve në këtë betejë. Edhe pse Allahu xhelle xhelaluhu nuk e ka veçuar vetëm këtë betejë me zbritjen e melaqeve, mirë po dietarët e kanë përmend se Allahu xhelle xhelaluhu në këtë betejë kanë luftuar melaqet krahas sahabëve kundër mushrikëve.
për dallim nga disa betejë të cilat kanë zbrit me laçet, e kanë rujt pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, mirë po nuk kanë luftu. Për dallim prej betejës së Bedrit, të cilën Allahu ka zbrit ajete dhe ka treguar se Allahu do t'i përforcojë muslimanët me laçe. Thot Allahu xhalla xhelalu: "Wa laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adilla." Allahu xhalla xhelalu kujtoni kur ju ndihmoi juve në Bedër kur ju ishit të dobët. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Andaj keni frikë Allahun që të jeni falëndërues. Idh taqulu lil mu'minin allan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi 3000 min al malaika munzilin. Kur ti u thoje besimtarëve, sahabëve, a nuk ju mjafton që Allahu t'ju ndihmoj juve me 3000 milaçe, melek, të cilët zbresin dhe do të luftojnë krahas juve kundër mushrikëve? E pastaj Allahu xhalla xhelal thot: "Bela, po se jo, in tasbiru wa tattaqu, nëse ju keni frikë Allahun, bëni sabër, yatikum min fawrihim hadha wa yumdidukum rabbukum bi 5000 min al malaikati musawwimin." E nëse ju keni frikë Allahun dhe bëni sabër, Allahu do t'ju çojë për forcime me 5000 melek, të cilët do të luftojnë bashkë me juve kundër armikut të Allahut. Kjo është fitore e madhe që Allahu xhelle xhelaluhu me zbrit me laçe ushtrin nga qielli për t'ju ndihmuar sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj Allahu xhelle xhelaluhu i ka veçuar edhe ato me laçe të cilat kanë marrë pjesë në këtë betejë, prej me laçeve tjera. Dhe këta na vërteton hadithin të cilin e ka nxjerrë Imam Buhariu në Sahihun e tij nga Muadh ibn Rifa'a. E ky nga babai i tij i cili ishte prezant në këtë betejë, thot ka ardhur Xhibrili alayhi salam te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thonë: "Ma ta'udduna ahlu Badri fikum?" Shka i llogaritni ju pjesëtarët e Bedrit? Çush i llogaritni pjesëmarrësit e Bedrit prej sahabëve? Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Na i llogaritim prej muslimanëve më të zgjuar, më të zgjedhur në mesin e sahabëve, ata të cilët kanë marrë pjesë në këtë betejë." Atëherë Xhibrili alayhi salam ju ka thonë: "Edhe ne i llogarismi dhe i veçojmë prej më të zgjedhurve me laçet të cilat kanë marrë pjesë në këtë betejë." Pastaj prej veçorive të kësaj beteje që i kanë përmend dietarët është se të vrarit, shahidat të cilët janë vrarë në këtë betejë janë prej banorëve të xhenetit Firdaus. Dhe argumente marrin hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që një prej sahabëve i cili ishte vrarë në këtë betejë, i cili quhej Haritha, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kthehet në Medinë dhe ndëgjon nana e tij se ka vdek, është vrarë djali i tij, edhe pse djali i tij është vrarë nga një shigjet që nuk dihet a ka ardhur nga ana e muslimanëve apo nga ana e mushrikëve, që i thojmë na me plumb çorr, është mbyt, është vrarë në këtë betejë. Dhe nana e këtij djalit është frikë se ndoshta nuk ka rrit shpërblim, sikurse ai i cili ka luftuar me shpatë. Dhe i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Nëse është prej banorëve të xhenetit do të bëj sabër, e nëse është prej banorëve të zjarrit e nuk është prej banorëve të xhenetit, atëherë thot tregon bili të filloj tash çaj sa më shumë." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ja Haritha, o ti nana, o i nana Harithës. Në xhenet nuk është vetëm një xhenet, xheneti është grad, kurse djali është në gradën më të lartë në xhenetin Firdaus. Për shkak i cili ka marrë dhe është vrarë, domethënë në këtë betejë." Prej veçorive të kësaj beteje është se pjesëtarët e kësaj beteje, pjesëmarrësit e kësaj beteje, Allahu xhelle xhelaluhu i ka falur. Dhe ju ka thonë: "Buni çka dëni, Allahu ju ka falë juve." Edhe për këtë ka ardhur në hadithin të cilin e transmeton Imam Mahmedi në Musnedin e tij nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, edhe pse edhe ky hadith me rivajet ka ardhur në dy sahihat, Sahih në Buhariut dhe Muslimit, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Inna Allaha ittala ala ahli al-Badri." Allahu i ka shiku pjesëmarrësit e Bedrit dhe ju ka thonë: "I'malu ma shi'tum", dhe prani çka të dëni, qad ghafartu lakum. Unë ju kam falur juve. Edhe ky fadilet, kjo merit kaq e madhe, Allahu xhelle xhelaluhu nuk i ka dhënë në asnjë betejë prej beteja përveç pjesëmarrësve të betejës së Bedrit. Pastaj premtimi që Allahu xhelle xhelaluhu ju ka dhënë pjesëmarrësve të Bedrit, se Allahu xhelle xhelaluhu nuk i djeg me zjarrt e xhenemit ata të cilët kanë marrë pjesë në këtë betejë.
Allahu nuk i dënon me zjarr ata të cilët kanë marrë pjesë në këtë betejë. Edhe këtë hadith të cilën transmeton Imam Muslimi nga Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu se Hatib ibn Belda, Hatib e ka pas një shërbëtor dhe është anku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se po i bën zullum. Edhe i ka thonë se Hatibi është në zjarr, ka më shku për xhenem. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë kadhabt, ke gënju, la yadkhuluha, ai nuk do të hyjë në zjarr, sepse ai ka marrë pjesë në betejën e Bedrit edhe të Hudejbijës. Do të thonë Allahu xhelle xhelalu ka bën haram pjesëmarrësve të betejës së Bedrit zjarrin e xhenemit. Pastaj prej veçorive që do ta përmend gjithashtu, që e kanë përmend dietarët për vlerën e kësaj betejë, është se sikur mos ishte fitoria muslimanëve në këtë betejë, ndoshta nuk ishte me mbri Islami të cilën ka mbri sot. Sigur se e përmena se çdo fitore, çdo luftë, çdo çlirim që është bë pas betejës së Bedrit, i është borx aty në sahabëve të cilët kanë marrë pjesë në këtë betejë. Dhe e kanë rrëzu taguta të mëdha të kohës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej duave që i bëri në këtë betejë, që ndëgjuan sahabët edhe na transmetuan neve, është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha Allahumma anjiz lima wa'adtani, o Allah, realizoa atë për të cilën ti më ke premtuar. Allahumma ati ma wa'adtani, o Allah më jep atë për të cilën ke premtuar. Allahumma in tuhlik hadhihi al-isaba, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o Allah, nëse ti e shkatërron këtë grup të vogël për këtyne burrave të cilët domethënë janë në betejën e Bedrit, ka thonë ndoshta ti nuk do të adhurohesh më në tokë. Kjo është prej duave që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me përulsi dhe për kushtimin më të madh e ka lutur Allahun xhelle xhelaluhu që Allahu t'i jep fitore në këtë betejë. Për shkak se muslimanët në këtë betejë kanë qenë në numër shumë të vogël dhe përgatitja e tyre ka qenë shumë e vogël. Për ata njëna prej shkaqeve që ka ndodhur kjo betejë, tash do të flasim për shkaqet, është se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në fakt nuk ka dalë në betejën e Bedrit për të bërë luftë, për të ballafaquar me ushtri. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka dalë me zë pritën e karvanit të cilët vjen prej Shamit, në të cilën kishte pasuria e muslimanëve që ishte në fakt në atë. E që këti karvani i printe Ebu Sufjani. Dhe më tha muslimanët së nënën që me kap këtë karvan tregtar të Kurejshve që ishte në udhëheqjen e Ebu Sufjanit, nga se aty ishin edhe pasuria që ishte konfisku muslimanëve kur ata alan Mekën. Dhe prej asaj pasurie Kurejshit bënin tregti. Dhe nuk ka qenë pasuri e pakt kjo. Ky karvan ka qenë me 1000 deve. Llogarit 1000 deve të ngarkuara me 50.000 dinar ari. Ka kushtu 50.000 dinar ari. Sipas një llogarisë të cilën e kam bë, se e kam kërku me vlerën e arit që ka qenë kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Apo dinari çfarë vlerë ka pas. Edhe e bishin historian se 1 dinar ka qenë paraferësisht i shtypur me ari 4 gram. 4 gram dukat a ka 1 dinar. Tash llogarit 50.000 dinar dikun në 200.000 gram. Apo llogarit i shtat 200.000 gram me arin që kushton sot, ndoshta në atë kohë nuk e ka pas këtë vlerë për dallim prej kësaj. Mirë, po shuma është marramendse, është milionëshe. Saqë dietarët thonë se nuk ka pas një prej banorëve të Mekës vetë se ka pas hise në këtë tregti, në këtë karvan. 1000 deve, 50.000 dinar, e kanë rujt vetëm 30 burra se 40 burra. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çush ka ndodhur? Pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ngutet dhe me i dal mprit këtij karvani dhe muslimanët të cilët ju bashkangjiten pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk kishin synim luftën, por ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju thet sahabëve kur ndëgjon përmes informatorëve të tij se karvani është nis nga Shami në drejtim të Mekës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju thot kush është e ka gati kafshën e tij, le të vjen me mua, le të bashkangjitet. Kështu që do të flasim me vend të përmendin se shumë prej sahabëve të mëdhaj kanë munguar në këtë betejë. Disa me arsye e disa nuk kanë qenë ndoshta të përgatitur me dalë në këtë betejë. Nga se pejgamberi qëllimi i tij ishte me za pritën e Ebu Sufjanit.
E kemi përmend atje një betejë që i ka paraprit betejës së Bedrit, kemi thënë Gazwatul Ushaira. Gazwatul Ushaira ka qenë pikërisht rruga të cilën është nis Ebu Sufjani me qit karvan për me shku në Sham. Edhe kur pejgamberi ka mrit në vendin e quajtur Ushaira, vetëm se kanë dëgjuar se Ebu Sufjani i ka ikur dhe ka mrit në Sham. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tash përmes informatorëve të tij, sahabëve, i mbrin lajmi se tash masi që ka mbrin Sham Ebu Sufjani dhe ka bën tregti me atë pasuri dhe është kthy për në Mekë, tash pejgamberi son don me e nxan pritën që mos me ik për së dyti karvani. Edhe ka ndodhur domethënë beteja e Bedrit. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju thot sahabëve se jam njoftuar se Ebu Sufjani me karvanin e tij është nisur nga Shami për në Mekë, andaj kush e ka kafshën i hazër të përgatitur, le të vjen me mua. Disa prej sahabëve të cilët ndoshta nuk e kishin devën me vete apo nuk e kishin kalin aty prezant dhe kërkuan që të shkojnë t'i marrin ku i kishin fush, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha vetëm ai i cili është gati le të vjen me mua. Për ata dhe në këtë betejë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i qortoi ata sahabët të cilët nuk kanë marrë pjesë. Nuk i ka qortu për dallim prej betejave tjera. Nga se as vet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ishte informuar deri në atë moment se ka mu ballafaqu me një ushtri prej ushtrive më të mëdha që ishin në Mekë. Për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam del nga Medina në ditën e 12 të Hijretit, ditën e 12 të muajit Ramazan, vitit të 2 të Hijri, dhe niset për me ndalën prit Ebu Sufjanit me karvanin e tij. Sa ishte numri i muslimanëve në këtë betejë, sa ishte numri i muslimanëve të cilët ju përgjigjen thirrjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në këtë betejë për dallim prej betejave tjera që i kanë paraprit, është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë betejë kanë marrë pjesë edhe ansarët. Është beteja e parë që ansarët dalin jashtë Medinës dhe i bashkangjitën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj numri i sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që kanë marrë pjesë në këtë betejë është 310 e caburra. Pse po them 10 e caburra? Nga se fjala në hadithin të cilën ka ardhur bid'a në gjuhën arabe ka për qëllim prej 3 deri në 9. Prej 3 deri në 9. Andaj ka plot fjalë se a ka qenë numri 313, 314 apo 319. Ajo që dihet se dietarët e kanë përmend se numri i muhaxhirëve ka qenë 60 e ca. Dhe numri i ansarëve ka qenë 240 e diçka. Që i bën se ansarët kanë qenë më shumë në numër se sa muhaxhirët. Hadithin e Bara ibn Azib, të cilin e transmeton Buhariu në Sahihun e tij, ka thënë kur kena fol për numrin e pjesëtarëve të betejës së Bedrit, i kemi përmend gjithherë 310 e ca burra. Sa ka qenë numri i ushtarëve të cilët kanë marrë pjesë bashkë me Talutin dhe besimtarët të cilët e kanë kaluar lumin me të. Kurse në Sahihun e Muslimit ka ardhur hadithi Abdullah ibn Umerit, i cili e precizon që të numrin prej 3 deri në 9 sa kanë qenë. Për ata transmetohet se Omeri radhiyallahu anhu kur flet për betejën e Bedrit, thot kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka shiku mushrikët të cilët kanë marrë pjesë në Bedër, thot kanë qenë 1000 e ca veta, për 1000 veta. Kurse sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë qenë thot 319 burra. Andaj ky hadith e sqaron hadithin para prag dhe përcakton numrin saktë se sa ka qenë numri i sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët kanë marrë pjesë në këtë betejë. E në këtë betejë thash se kanë mungu disa prej sahabëve të mëdhaj, disa me arsye e disa ndoshta edhe po jo ndonjë arsye të madhe. Për shkak se pejgamberi nuk i ka obliguar me një aspekt me dal në këtë betejë. Për atyre të cilët kanë marrë nuk kanë prezantuar këtë betejë është Uthmani radhiyallahu anhu. Edhe pse është prej sahabëve më të shquar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka arsyetuar dhe ka lejuar që mos më marr pjesë Uthmani radhiyallahu anhu këtë betejë për shkak se bija e pejgamberit alayhi salam Ruqia, e cila ishte gruaja e Uthmanit radhiyallahu anhu, ishte e semur dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e arsyetoi të qëndroj pranë saj dhe mos merr pjesë në këtë betejë. Për ata
të cilët bën kërngritje në kohën kur Uthmani radhiyallahu anhu ishte halife, xhavarishtë e parë nëse mund na më thon, njëra prej arsyeve që ja kanë përmend Uthmanit radhiyallahu anhu është se i kanë thonë ti ke mungu në betejën e Bedrit, ti je tut me dalë në betejën e Bedrit. Po kjo nuk është e vërtetë. Arsyeja vetëm është që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja ka leju që me qëndru pranë gruas së tij, që ishte vajza e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu prej atyre të cilët kanë munguar në këtë betejë është Talha bin Ubaidullah, edhe Said ibn Zaid, që është prej sahabëve të madh përgëzuar me xhenet, për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i çoi në rrugë e cila qënte për në Sham për të marrë informata rreth karvanit e Abu Sufjanit. E që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i mrrin informacionet dhe pejgamberi sallallahu del me ngut prej Medinës, dhe kur kthehen Said ibn Zaidi edhe Talha bin Ubaidullah, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vetëm kishte mbaruar betejë e Bedrit dhe ata ishin kthyer domethënë për në Medinë. Gjithashtu prej atyre të cilën kanë munguar këtë betejë është Ebu Lubaba ibn al-Mundhir al-Ansari, një sahabi i ndershëm i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili doli bashkë me pejgamberin alayhis salam, mirë po pejgamberi sa gjatë rrugës e kthen këtë sahabi dhe vendos dhe bën emir të Medinës, derisa të kthehet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kurse imam që t'ju fal namazin muslimanëve në Medinë, sa nuk e pejgamberi sa në Medinë, e la ibn Maktumin, Abdullah ibn Maktumin. Edhe prej atyre të cilën nuk kanë marrë pjesë në këtë betejë është edhe Hudhaifa ibn Yamani radhiyallahu anhu. Hudhaifa ibn Yamani thot kemi qenë rrugës për në Medinë. Edhe gjatë rrugës i kena taku mushrikët, thot na kanë nal, na kanë izolu. Thot dhe na kanë vetë ku po shkoni. Thot i kam thënë do shkon në Medinë, nuk kam pas thot informacione se çka është duke ndodhur. Dhe ata thot nëse doni më u la rrugën me shku për në Medinë, e keni na jepni besën se s'keni me luftu krah pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thotë dhe na dha fjalën premtimin se s'kena me luftu me pejgamberin sallallahu kundër mushrikëve. Ka për qëllim këtë betejë. Dhe kur ka mrri gjatë rrugës u shtaku Hudhaifa, i ka tregu premtimin, besën që ju ka dhënë mushrikëve. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë zbatohe besën, betimin që ju ka dhënë, domethënë fjalën mushrikëve. Llogarit sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kjo gjenerate e artë nuk e kanë thy besën nëse ja u kanë dhënë edhe armiqve të islamit. Es po flasmi muslimanin ndaj muslimanit. Edhe nëse ju kanë dhënë besë armiqve, nuk e kanë thy besën e tyre. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thonë se zbato atë të cilën ju ke premtu. Prej atyre të cilët kanë munguar këtë betejë është një sahabi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, po përmendni me shkas, Abu Umama ibn Tha'labi, Abu Tha'laba radhiyallahu anhu, i cili e kishte nënën e tij të sëmur, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e urdhnon të qëndrojë pranë nënës së tij dhe mos të prezantojnë në këtë betejë. Llogarit çfarë vlerë të madhe ka humb ky sahabi, mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam respektin, nderin, kujdesin ndaj nënës e çmoi më shumë ndoshta se sa prezenca në këtë betejë. Ky është edhe njëra prej argumenteve që nëna prindi ka hak shumë para te Allahu xhelle xhelaluhu. Pastaj prej atyre të cilët nuk kanë marrë pjesë në këtë betejë është edhe Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, që na mësu shpesh herë me ndëgju këtë sahabi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili thot penges ka qenë baba jam. Pse baba jam? Se ata kanë bërë konkurrencë kush me dalë në xhihad. A djali a baba. Dhe baba i tij Abdullahu thot nuk më ka la me dal për shkak se është dash më kujdes dikush për familjen. Thot dhe s'ka mujt me prezantu as në betejën e Bedrit as të Uhudit, deri kur ka rashë shahid të baba jam. Pastaj thot ka marr pjesë në të gjitha betejat. Pastaj për atyre të cilët ka marr pjesë në këtë betejë dhe nuk ka luftu është Enes ibn Malik radhiyallahu anhu. Edhe dietarët e kanë përmend se nuk e kanë llogarit prej pjesëmarrësve të Bedrit për shkak se Enesi radhiyallahu ka qenë i vogël në këtë betejë. Ka prezantuar vetëm i ka shërby pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe nuk ka luftu në këtë betejë Enesi radhiyallahu anhu. Numri atyre mushrikëve të cilët kanë marrë pjesë në këtë betejë ka qenë shumë më i madh se numri i muslimanëve. Mirë, megjithatë Allahu xhelle xhelaluhu ju ndihmoi muslimanëve për shkak se ata kishin bindje në Allahun subhanahu wa ta'ala. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ndëgjon lajmin se mushrikët janë nis prej Mekkës me mbrojt karvanin e Abu Sufjanit,
pejgamberi sallallahu alaihi wasallam konsultohet me sahabët. Nga se numri i këtyre të cilët kanë marrë pjesë në luftën e Bedrit ka qenë shumë më i madh se numri i muslimanëve. Thash ka qenë mbi 1000. Në pas disa rivajeteve 100 apo 200-300 prej tyre janë kthy gjatë rrugës dhe kanë marrë pjesë 900. Mirë, pa ajo çka është më rëndësishme e përmend se përgatitja ushtarake e mushrikëve ka qenë shumë më e madhe se përgatitja e muslimanëve. Andaj përgatitja e muslimanëve ka qenë shumë e vogël. I kanë pas me vete vetëm 60 deve, dhe ato 60 deve vetëm sa me hyp mbi to dhe nuk kanë mujt me hyp secil nga një deve. Ka 3 veta kanë pas mundru gjatë rrugës për një deve. Me hyp me një deve. Për ata dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka ra bashkë me Aliun radhiyallahu anhu edhe Abu Lubabes që me ndru venin njëri me tjetrën gjatë rrugës për në Bedër. Kurse numri dhe përgatitja e mushrikëve thuhet dhe përmendet në histori se 10 deve i kanë prej vetëm për i mi ushqy ushtartë gjatë rrugës, në ditë. 10 deve i kanë prej për i mi ushqy ushtartë e tyre. I kanë pas 100 kalors, për dallim prej muslimanëve, të cilët e kanë pas vetëm 1 kalors. Miqdad ibn al-Aswad. Disa kanë përmendur se Zubair ibn Awami, mirë, më saktë është se vetëm 1 kalors ka qenë mesin e muslimanëve. Vetëm Miqdad ibn al-Aswad ka pas kali. Dhe sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të raskapitur, të lodhur, të pafuqishëm. Mirë, po ishte ndihme Allahu xhelle xhelalu ai i cili ju ndihmoi dhe ju japi fuqinë në betejën e Bedrit dhe i bëi që të triumfojnë kundra mushrikëve. Për ata, për mos me zgjat, nga se kjo betejë ka, ndoshta nuk do ta mjafton me një ders me përmbyll se ka shumë gjëra që duhet me përmend, është se e ka përmend Imam Ahmedi Musnedin e tij nga Iyad al-Ash'ari. Thot, kam prezentu në betejën e Ermukit. Një betejë për betejave më vonshme në kohën e Omerit radhiyallahu anhu kundra romakëve. Dhe Omeri radhiyallahu anhu thot na ka shkruar një letër. Në këtë betejë ka qenë numri i madh i muslimanëve. 5 prej burrave më të mëdhenj vetëm janë kanë komandantat të kësaj ushtrisë. Llogarit 5 burra kanë qenë sahabe komandant të ushtrisë së muslimanëve. Megjithatë, Omeri thot na ka shkruar një letër. Ka qenë Yazid ibn Abi Sufjani, Shurhaybil ibn al-Hasan, Khalid ibn Walidi, Ayyad ibn Ghanem, Abu Ubaida ibn al-Jarrah, këtë sahabit të mëdhajt, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë, Omeri radhiyallahu anhu ka thonë, kujdes, mbështetni Allahut, edhe lutni Allahun sigurisht se vetëm fuqia dhe fitoria vjen nga ana e Allahut. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ndihmoi Islamin në luftën e Bedrit edhe pse ishin në numër të vogël, për shkak të sinqeritetit, bindjes edhe lutjes që i bën Allahu xhelle xhelaluhu. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë kësaj betejës një numër të madh të sahabive i kthei të cilët ishin të vegjël, edhe s'kishin mundësi në luftë, edhe pse vullneti i tyre ishte shumë i madh. Prej tyre ka qenë Abdullah ibn Umeri radhiyallahu anhu, Bara ibn Azib, Zaid ibn Thabit, Zaid ibn Haritha dhe shumë disa prej sahabive në numër të cilët i kanë përmend dietarët që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka kthyr në këtë betejë. Prej atyre të cilët i kanë prinë kësaj betejës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja dha bajrakun kryesor Musab ibn Umairit. Kurse pejgamberi alayhis salam e ndari ushtrinë në 2 batalione, batalioni muhaxhirëve edhe batalioni i ensarëve. Komandant i këtij batalioni të muhaxhirëve ishte Ali ibn Abi Talib, Ali radhiyallahu anhu, kurse batalioni të ensarëve ishte Saad ibn Muadhi radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte komandanti kryesor, domethënë i kësaj betejë. Allahu subhanahu wa ta'ala ju ndihmoi. Edhe pse ata ishin të zvathur, ishin të zhveshur, të uritur, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej duave që i bëri këtë betejë tha, o Allah, me të vërtetë këta janë të zbathur, andaj furnizoj me zbathje, me mbathje. Këta janë të zhveshur, furnizoj me rroba. Këta janë të uritur, furnizoj me ushqim. Thot Abdullah ibn Umeri, thot vallahi billahi, nuk janë kthy këta nga lufta e Bedrit, vetëm se secili prej tyre ndoshta thot i ka pas nga 2 deve, prej plaçkës që i ka marrë domethënë këtë luftë. Edhe Allahu xhelle xhelaluhu i ka posuru prej plaçkës që Allahu xhelle xhelaluhu ju ka dhënë në këtë luftë. Thash se kjo betejë ka ndodhur në muajin e Ramazanit,
është Ramazani i parë i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe i sahabëve që Allahu kishte bërë obligim. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë betejë ju lejoi sahabëve që ta prishin agjerimin. Andaj se çka ka ndodhur me tutje për mos më zgjat më shumë, inshallah do ta plotësojmë në derset e radhës. Elusmi Allahun xhelle xhelalu që Allah të na i fal mëkatet tona. Allahu xhelle xhelalu të na bashkoj me këta burra dhe me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në xhenetet e tina. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.